Bankat e shkollës për 2 vogëlushet nga qyteti i Korçës tashmë janë kthyer në një ëndër e prerë në mes, pasi skamje e teskajshme ka zënë vendin e tyre. Prej vitesh kjo skamje ka mbërthyer fatin e Kristinës dhe Evangelinës, të cilat në çdo moment pshërëtin me zërin e tyre të ëmbël, dua të shkojnë në shkollë, të mësoj të shkruaj. Ndryshe nga moshatarët e tyre, ato ditën e hënë e shohin një ditë të zakonshme, një mëngjes, drek, dark, bosh pa ushqimin e nevojshëm. Buka e thatë dhe me qep, është vakti që ato konsumojnë çdo ditë. Të ardhurat që babai i tyre siguron aty ku mund të gjejë punë janë të pamjaftueshme. Liliana, nëna e 2 vogëlusheve, tregon e përlotur dhe plot dhimbje se pamundësia ekonomike e detyron atë dhe bashkëshortin që t'i largojë vajzat nga bankat e shkollës, edhe pse në sytë e saj dhe zërin e mekur, duket qartë se sa vështirë ka për ta shprehur. Ajo tregon me dhimbje se jeta ka qenë mjaft e padrejtë për të, e sëmurë dhe e pafuqishme. 2 vajzat e sëmura duhet të përballet edhe me varfërinë e skajshme, e cila është ulur këmbë kryq përballë tyre. Ndërtesa ku familja me 4 pjesëtarë strehohet është një kasolle me kushtet ekstreme. Pamjet e fokusuar nga kamera e një report, pas hyron qartë mjerimi